Titrat e videos, transkripti i plot. Një burr u dënua me vdekje dhe më në fund erdhi dita e ekzekutimit të tij. Para se ta ekzekutonin, e pyetën cila ishte dëshira e tij e fundit. Të burgosurit e tjerë kërkuan të shihnin familjet e tyre. Disa kërkuan ushqimin e tyre të preferuar, por ky burr tha diçka ndryshe. Yll më e madhe, më duhet vetëm një stilolaps dhe një flet letre. Rojat u habitën, por ja dhan gjithsesi. Ai shkroi diçka, e palosi letrën dhe ja dorëzoi njërit prej oficerëve. Të lutem, jepja këtë nënës sime, tha ai. Pastaj u ekzekutua. Disa ditë më vonë, letra mbërriti te nëna e tij. Ajo e lexoi dhe u shemb menjëherë. Kur policia erdhi për të hetuar, e gjeti letrën pranë saj. Në letër shkruhej: Nën, po të ishte drejtësia me të vërtetë drejt, nuk do të isha vetëm unë ai që po ndëshkohet, edhe ti do të ishe këtu me mua. A të kujtohet kur vodha biçikletën e një djali dhe në vend që të më qortoje, më ndihmove ta fshihja? Apo kur mora para nga fqinji dhe ti erdhe me mua ta shpenzoja atë? A të kujtohet kur babai u përpoq të më mësonte se çfarë ishte e drejtë, ndërsa ti i the se po sillej shumë ashpër me mua? Unë isha vetëm një fëmijë. Kishim nevojë për kufi, jo për mbështetje të bëja gjëra të gabuara. Sot po paguaj çmimin për gjithçka që kam bërë, por unë të fal. Shpresoj vetëm që kjo letër të arrijë sa më shumë prindër për t'u treguar se ndonjëherë ti thuash jo një fëmijë është akti më i madh i dashurisë. Faleminderit që më dhe jetën dhe që më ndihmove ta humbas atë. Djali jot i dënuar me vdekje, morali. Dashuria e vërtet nuk është i lejosh gjithçka fëmijës, por ta mësosh të dallojë të drejtën nga e gabuara. Një jo, në kohën e duhur, mund t'i shpëtojë gjithë jetën. Reagimi filozofik, paradoksi i dashurisë që shkatron. Kjo histori prek disa nga temat më të vjetra dhe më të thella të filozofisë morale, etikës së rritjes, edukimit dhe konceptit të drejtësisë. 1. Bashkëfaqësia morale dhe kufit e drejtësisë ligjore. Në aspektin ligjor, djali është i vetmi fajtor, ai kreu krimin dhe ai u dënua. Por në aspektin filozofik dhe etik, letra ngre një pyetje therse: ku fillon dhe ku mbaron përgjegjësia individuale? Sipas filozofëve si Aristoteli, karakteri i njeriut nuk lind i gatshëm, ai ndërtohet përmes zakonit, shprehive. Kur nëna legjitimoi vjedhjet e tij të para, ajo nuk po e donte atë, ajo po i shkatronte busullën morale. Drejtësia njerëzore ndëshkon aktin përfundimtar, por dështon të shohë zinxhirin e shkaqeve që çuan aty. 2. Paradoksi i fjalës jo si akt dashurie. Sot jetojmë në një kulturë që shpesh e ngatron dashurinë me tolerancën absolute ose plotësimin e çdo dëshire, hedonizmi i hershëm. Filozofia e kësaj videoje na kujton se liria pa kufi është rruga më e shpejtë drejt vetëshkatrimit. Të thuash jo kërkon guxim dhe sforcim. Kur prindi thot gjithmonë po, ai shpesh zgjedh rrugën më të lehtë për veten, për të shmangur konfliktin, duke e maskuar atë si dashuri. Dashuria e vërtet nuk është komode, ajo mbron tjetrin edhe nga vetvetja. 3. Përcaktimi, determinizmi versus vullneti i lirë. Letra mbyllet me një ironi të dhimbshme. Faleminderit që më dhe jetën dhe që më ndihmove ta humbas atë. Kjo na vendos përpara dilemës nëse jemi vërtet arkitekt të fatit ton, apo produkt të mjedisit që na formon. Djali nuk e shfaqson veten, ai e pranon dënimin, por tregon se pa një strukturë morale në fëmijëri, vullneti i lirë bëhet thjesht një mjet për të gabuar më shpejt. Si mendon? Në shoqërinë e sotme, apo përballemi më shumë me prindër që janë shumë të ashpër, apo me prindër që, nga dëshira për të qenë shok me fëmijët, po sillen si nëna e kësaj historie,